Çfarë është 29 nëndori? Pse në Shqipëri ka vazhdimisht një debat se kur ka qenë dita kur ka mbaruar lufta e dytë botërore në Shqipëri, 28 apo 29? Quhet prej shumë vitesh festa e çlirimit, ka pasur debate më pas sepse bëhet fjalë për çlirimin nga pushtuesit nazifashist, por njëkohësisht bëhet fjalë dhe për instalimin e njërës prej diktaturave më të egra dhe më kriminale që globi ka njohur ndonjëherë, diktaturës komuniste në Shqipëri. Por pse në Shqipëri ka një debat për 28 dhe 29 nëndorin? Nga ka nisur ky debat dhe kush kanë qenë tezat kryesore që kanë ngritur atë? Historia fillon pak a shumë në vjeshtën e vitit 1944. Në atë kohë, drejtuesit e Këshillit Antifashist Nacional Çlirimtar, që dominohej dhe drejtohej nga komunistët, ishin në Berat. Ishte vendosur që të çlirohej Tirana, gjermanët ishin në tërheqje të plotë, ata po mbronin Tiranën derisa të mbrinin trupat e fundit që vinin nga Greqia për të nisur drejt ish Jugosllavisë dhe për të vazhduar më pas në Austri dhe në Gjermani. Në Tiranë kishte mbetur një, po e quaj, një formacion jo shumë, pra një formacion i vogël ushtarak, i cili në fakt më shumë se sa prej vetë gjermanëve përbëhej nga pjesëtar të ish republikave sovjetike, të cilat ishin azer, armen, të cilët kishin pasur probleme me bashkimin sovjetik. Gjithsesi, në tetor të vitit 1944 mor vendimi që çliroi Tirana. Divizionet, brigadat partizane, divizioni i parë të drejtuara nga Mehmet Shehu, komandanti i brigadës parë dhe i divizionit parë rrethuan Tiranën në një luftë që zgjati pothuajse nga 26 tetori deri në 17 nëndor, pra pak a shumë rreth 22 ditë. Gjatë kësaj kohe, Tirana u nda në dysh, shumë veta nuk e din, ajo që quhej rruga mbretërore ose sot rruga e barikadave, ishte rruga e frontit. Nga rruga e barikadave në drejtim të malit Dajtit ishin forcat partizane, nga rruga e barikadave në drejtim të rrugës Kavajës dhe drejtimit të Durrësit ishin forcat gjermane. Luftimet zgjatën thash rreth 20 ca ditë, në 17 nëndor forcat partizane hynë në Tiranë përfundimisht me largimin e të gjitha forcave gjermane. Po atë ditë, një e dërguar speciale e byros politike dhe të Partisë Komuniste, pavarësisht se ende nuk ishte antare byros, po ishte strukturave komuniste, Liri Belishova mbriti në Tiranë për të përgatitur hyrjen e qeverisë. Hyrja e qeverisë së Enver Hoxhës, e cila ishte shpallur pra qeveri kishte filluar qenë përmet dhe ishte sankcionuar në Berat, u vendos të bëjë në 28 nëndor 1944. Do të ishte hyrja në ditën e flamurit dhe njëkohësisht Tirana ishte çliruar prej disa ditësh. Në 28 nëndor, fakt në natën e 27 nëndorit, trupat e eskorta e Enver Hoxhës së bashku me batalionin që mbronte atë, me antarët e qeverisë, me drejtuesit e Këshillit Antifashist Nacional Çlirimtar u nis nga Berati në Lushnjë, nuk arriti të kalonte lumin Shkumbin për arsye se ura mbi të ishte hedhur në erë, vazhdoi në drejtim të Elbasanit, fjeti atë natë në Hotel Moderno në Elbasan dhe nga Elbasani u nis drejt Tiranës mëngjesin e 28 nëndorit 1944. Në atë që sot njihet si rreth rrotullimi i Saukut, eksakt aty ku fillon pallati i brigadave, komandanti i divizionit Tiranës dhe komandanti i Tiranës Mehmet Shehu i uroi mirëseardhjen Enver Hoxhës dhe antarëve të qeverisë, të cilët mbasi lëvizën me makina deri në hyrje të rrugës Elbasanit, asaj që në atë kohë njihej legacioni italiana dhe sot është godina e Komunitetit për ndjekurve politik, vazhduan në këmbë në drejtim të partizanit pa njohur sot, ku ishte busti i general Telinit, generalit italianit cili u vra nga grekët në momentin e caktimit kufive shqiptaro-grek, vijuan më pas në bulevardin qendror dhe u vendosën në tribunën përpara Hotel Dajtit, ku bën të gjitha ceremonit dhe një paradë e famshme, e cila është në fakt edhe në videot e britanikëve është xhiruar dhe është një fat që ne kemi të xhiruar këtë. Në tribunë së bashku me Enver Hoxhën ishte përfaqësuesi jugosllav, sovjetik, britanik dhe amerikan. Pra 4 përfaqësuesit e fuqive të mëdha, të cilët sanksiononin faktin që shqiptarët kishin qenë, pra forcat partizane shqiptare kishin qenë aleat tyre në luftën e dytë botërore kundër gjermanëve dhe italianëve. Në 28 nëndor, praktikisht u deklarua edhe çlirimi i plotë i Shqipërisë. Por, sipas të dhënave të ardhura më vonë, rreth një vit më vonë, data 28 nëndor u zëvendësua me datën 29 nëndor, sepse pretendimi i përfaqësuesve të Partisë Komuniste të kohës ishte që trupat partizane hynë në Shkodër mëngjesin e 29 nëndorit 1944. Në fakt, ky u quajt një çështje e mbyllur, për në vitin 1990 debati u rihap sërish,
kur një historian deklaroi që ky vendim ishte marrë për solidaritet me 29 nëntorin e vitit 1944 të avnojit të Jugosllavisë, një prej konferencave të famshme që krijoi shtetin komunist Jugoslav. Për një lloj solidariteti me Jugosllavinë, Shqipëria komuniste e zhvendosi festën e saj të çlirimit në të njëjtën ditë me jugoslavët. Me kalimin e viteve ajo nuk u ndrua. Tani, a është e vërtet apo nuk është e vërtet? Ky është një debat që ka mbajtur pezull vëmendjen mbas vitit 1992. Me ardhjen në fuqi të partisë të forcave antikomuniste në Shqipëri, një sër historianësh, pra mbas këtij publikimi edhe një sër studiusish deklaronin që çlirimi i plotë i Shqipërisë ose mbarimi i luftës së dytë botërore në Shqipëri kishte ndodhur në 28 nëntor të vitit 1944. Atë Zef Pllumi në kujtimet e tij, nëse do ta lexoni në volumet e tij të kujtimeve, thotë që gjermanët u larguan në mbrëmjen e 28 nëntorit 1944, ndërsa partizanët hyrën mëngjesin e 29 nëntorit 1944. Historia u kthye në një debat politik që çoi për vite e vite tëra me radhë që njëra palë, pra të djathët, shkojnë dhe festojnë ditën e mbarimit të luftës së dytë botërore me 28 nëntor në varrezat e dëshmorëve, ndërsa të majtët shkojnë me 29 nëntor. Ky debat u bë aq i madh sa në vitin 1997 u rikthye sërish 29 nëntori, por në vitin 2005 kur erdhi Partia Demokratike u rikthye sërish 28 nëntori. Dhe palët u lanë të festojnë të dyja. Sot i kemi të dyja festa zyrtare, 28 dhe 29. Një gjë duhet të kemi parasysh. Në vitet e komunizmit 29 ishte një festë më me peshë, parada bëjnë datën 29 nëntor. Sot festa kombëtare e Shqipërisë është 28 nëntori. Festa kombëtare e shtetit shqiptar është 28 nëntori. 29 nëntori është festa e çlirimit pra lidhet me mbarimin e luftës së dytë botërore në Shqipëri. Që nga ajo kohë debati për 28 apo 29 nëntorin nuk ka rreshtur, në fakt nëse do duhet të jepja një opinion, për mua mjafton dita kur qeveria hyn në kryeqytet. Në momentin që qeveria merr fuqinë, atëherë vendi konsiderohet i mbyllur për arsye, pra konsiderohet e fituar betejë, sepse në momentin që një qeveri hyn në zyrat e saj, merr drejtimin e vendit, pavarësisht xhepave ku mund të kishte luftime akoma, ose si shpeshherë është trajtuar dhe me humor kur u largua Gjermani i fundit, kanë qenë edhe i sër skeqes kur tregoi që një gjerman kishte mbetur mbrapa dhe pastaj kalonte njërin ditë apo tjetrën, nuk ka vlerë aq të madhe. Megjithatë, ky vendim është marrë menjëherë pas luftës, 2-3 vite pas luftës, dhe rishikimi i tij ka qenë gjithmonë më i vështirë për arsye të politizimit. Do ishte mirë që një, po e thuaj, të kishte studime të mirëfillta, të mbështetura mbi dokumenta për ta qartësuar, por kjo nuk ka më në vlerë shumë të madhe. Ky debat, i cili mbajti pezull vëmendjen në vitet 90, 2010 e më tutje, është një debat thuajse i shtërruar, kur njëra palë e feston ditën e mbarimit të luftës së dytë botërore në 28 nëntor, kryesisht e djatha, dhe një pjesë tjetër e feston atë në 29 nëntor, duke pasur një datë tjetër. Siç ndodh shpesh me shqiptarët që asnjëherë nuk bien dakord dhe ndahen gjysmë për një gjë, edhe në këtë rast nuk ka një konsensus, por kjo është historia e 28 dhe 29 nëntorit që më shumë u hap mbas vitit 1991 dhe që reflekton në një farë mënyrë edhe ndarjen ideologjike të viteve të luftës së dytë botërore në Shqipëri.